Një prej personazheve kyç të dosjes së njohur si laboratori i drogës në Frakull ka mbërritur në Shqipëri. Shtetësi kolumbian Samir Rosales Rodriguez është ekstraduar nga Kolumbia për të vuajtur dënimin me 14 vite burg të dhënë nga gjykata e posaçme pas hetimeve të SPAK. 49-vjeçari u arrestua në Kolumbi në shtator të vitit 2025, ndërsa në më 30 qershor të këtij viti u shpall fajtor për trafikim të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas SPAK, Rodriguez ishte kimist i organizatës kriminale që trafikoi rreth 485 kg kokainë kolumbiane të tretur në ple organik artificial. Ngarkesa u nis nga porti Buenaventurës në Kolumbi, kaloi përmes Greqisë dhe Malit të Zi përpara se të mbërrinte në Frakull të Fierit. Hetimet treguan se kolumbiani udhtoi paralelisht me ngarkesën përgjatë gjithë itinerarit nga Amerika Latine deri në Shqipëri, çka përforcoi dyshimet se ai kishte rolin e shoqëruesit dhe mbikëqyrësit të transportit të drogës. 2 javë para se SPAK të lëshonte urdhër arrestin, ai ishte identifikuar gjatë një kontrolli rutin policor në Shqipëri me identitetin e tij të vërtetë. Megjithatë, për të mos dekonspiruar hetimin, autoritetet nuk u ndërhyn në atë moment. Pas shpalljes në kërkim, ai u largua nga vendi dhe u arrestua më vonë në Kolumbi. Për të njëjtën dosje janë dënuar edhe 10 bashkëpunëtorë shqiptar të Rodriguez, me vendime që variojnë nga 8 deri në 11 vite burg.